të tregoj vendin ku ndodhet. Dhe historia është kjo. Këtu deklarova unë ose në parlament se tani po përdoret policia nga bandat për eliminimin e njëra tjetrës. Ju kujtohet ju para një javë apo para 2 javësh kur u vendos Tritoli në makinën e Gjushit. Është kjo kështu? Tritoli në Gjushit me sa duket ja vendosi Aldo Abdylaj, i cili i thot Gjushit, Tritoli është vetëm paralajmërimi. Se ti që më ke kërkuar të bëj të gjitha krimet që ka kryer ai vetë, unë t'i kam plotësuar. Të t'jap votat që donë, unë t'i kam thënë. Dhe ju tani të gjithë mbroni Elvis Doçin dhe nuk pyesni më për mua. Pra, këto fjalë, sipas qytetarit digjital, Aldo Abdyli ja ka thënë dhe një bujar është nëndrejtori i policisë Durrësit. Dhe kjo është arsye sepse u arrestua, në fakt kjo është arsye sepse Altin Troplini, që mbron Elvis Doçin, arrestoi Aldo Abdylin me bujarin, edhe bujarin. Çfarë ndodh tani? Bandat më të fuqishme po qërojnë rivalët e tyre nëpërmjet institucioneve që kontrollojnë. Kjo ndodhi dhe në Elbasan, kjo po ndodh në vende tjera. Por të gjitha këto të Gjushit, janë natyrisht janë nga qytetari digjital. Po e vërteta është që këto që thash unë, qytetari i ka bindje, i ka shumë të sakta. Mendoj pa. Pyetje nuk ka. Miru pafshim.